Gjykata e posaçme ka dënuar me 7 vite burgish drejtoreshën e kadastrës Durrës Raimonda Dashi, dënim ky që i zbret në 4 vite 8 muaj burg për veprën penale të pastrimit të parave. Tokat e zeza vendosën pezullimin e vendimit dhe duke lënë për 3 vite Raimonda Dashi në shërbim prove. Po ashtu, gjykata dënoi edhe bashkëpunëtorët e saj, Besian Rama, i akuzuar për pastrim të produkte të veprës penale ose veprimtarisë kriminale me 6 vite 8 muaj burg. Me të njëjtin vepër u dënuan dhe Leonard Rama dhe Arjan Malasi, përkatësisht me 5 dhe 6 vite burg. Hetimet e SPAK nxorën zbuluar se Raimonda Dashi, duke shfrytzuar dhe postin e saj, ka ndihmuar 2 vëllezërit në paratë e vendosura nga aktiviteti kriminal që të investoheshin në pasuri tashmë të vëna nën sekuestro nga SPAK. Vëllezërit e Rama, sipas SPAK, ishin dënuar në Belgjik dhe paratë me vlerë mbi 1.2 milion euro që ishin sekuestruar janë vënë nga aktiviteti kriminal. SPAK thot se për 13 vite, nga viti 2010 deri në vitin 2023, vëllezërit Besian dhe Leonard Rama, së bashku me njohurit e tyre Arjan Malasi, kanë investuar në pasuri të paluajtshme në vendin tonë, duke kryer shitblerje dhe transferime pronësisht e veprimesh financiare fiktive me qëllim pastrimin e të ardhurave kriminale.